Realisht, edhe në kuadër të kësaj e kemi edhe vaksinën e fëmijëve për rotaviruset, të cilët hipen zakonisht tek foshtjet për shkak të barqitjeve që mund t'i kenë, po shkolla e këtij vaksinimi është relativisht e mirë dhe do të ndalem me kaq, nuk do të flas mbi vaksinat, po do të flas për këtë çështje ose pyetjen që shtruat në lidhje me preventimin ose parandalimin e rasteve të cilat mund të jenë gjatë ose gastroenteriteve verore, ashtu si quhet, sidomos në rastet kur kemi shtim të numrit edhe të qytetarëve tonë, bashkëqytetarëve tonë të diasporës, të cilët vinë dhe i kalojnë pushimet qoftë këtu apo edhe në Bregdetin shqiptar. Fillimisht janë 3 komponenta, domthonë është komponenta që duhet kujdesen për vetveten, që mos të veshen me rroba të errta, si kur në sot edhe jo që e mvesh, po të veshen me rroba të qela, ngjyra e qelur, e bardhë, ose ngjyra me qëllim të absorbimit të dritës, pastaj të ushqehen me ushqime të cilat mundësisht nuk kontaminohen, të mund të ikin produkteve të qumshtit, produkteve të mishrave, produkteve, për shembull akullorët është stafilokokku dhe streptokokku i cili gjendet ose shumohet shumë shpejt në akullore, dhe edhe akullorët kur jem qoftë këtu apo në Bregdet, duhet kemi kujdes se ku i blejmë. Meqë mos rujtja mirë në frigorifere akulloreve, çon në një gastroenteritë e cila pastaj mund të jetë edhe problematike edhe për familjen, po edhe për personin i cili smuhet. Pikërisht për shkak se edhe është smundje kontagjioze dhe mund të infektoj edhe anëtarë tjerë të familjes. Tjetër çështje e cila është në këtë kontekst është marrja e sasive të lëngjeve. Kur po flasim lëngje, nuk flasim për lëngje me energjike ose me këto që janë me gaz, po flasim për lëngje natyrale, po çka është e mirë është me ujë. Rehidrimi i organizmit me ujë është mënyra më e mirë e mundshme, ose nëse nuk teprohet edhe me birë, po kuptohet se bira është për shkak se nëse konsumohet sasi më të madhe, alkooli prezent mund të ketë edhe pak të ndikimin tjetër në temperaturat e larta. Problem tjetër në këtë fazë është edhe zakonisht kur dalin këta që vinë prej perëndimit ose vinë për pushime, dalin në stacione të ndryshme për të marrë ushqime ose diçka, edhe i lanë fëmijët në kerr ose në veturën e tyre. Në ato temperatura, mbyllja e fëmijëve ose dhe kafshëve që i kanë shtëpiake në vetura është vdekjeprurse. Duhet të kenë kujdes edhe për ata të tjerë të cilët qoftë edhe mendon se shkon për 2-3 minuta për furnizu familjen, ai mund të qëndrojë më shumë për shkak se i del ndonjë punë, ndërsa në veturë i ka anëtarët e familjes. Domthonë, me pas kujdes edhe kohën sa ekspozohen ata mbyllur në makinë në këto temperatura. Çështje tjetër shumë e rëndësishme është kur i ekspozohen rrezatimit të diellit. Kur dihet se piku i diellit nga ora 10 deri në ora 17 është ajo e knaqshmja, që nuk është mirë që të rrezatohen ose të rreziten, është mirë që në këtë periudhë të hyjnë në vendet ku janë më të freskëta, të freskohen me lëngje dhe të kenë kujdes në ruajtjen e lëkurës. Domthonë është tash komponenta tjetër e cila duhet të jetë patjetër me kremra të cilat kanë faktor të lartë, janë mbi 30 ose mbi 50 për fëmijët, me qëllim që të mbrohet lëkura nga ekspozimi drejt për drejt i diellit, me që këto dëshirat tona për të rrezitur e kanë edhe një faktor tjetër të rrezikut, me që edhe proceset procese malinje të lëkurës paraqiten pikërisht për shkak të ekspozimit pa mbrojtës ose me intervale pak më të gjata. Domthonë duhet të kemi kujdes, në veçanti në këtë kategori duhet fusim fëmijët që janë deri në 5 vjet, po sidomos ata që kanë smundje kronike, qofshin ato kardiovaskulare, respiratore e kështu me radhë, po edhe ata të cilët janë më të moshuar dhe që duhet dinë se ekspozimi në rrezet e diellit duhet të jetë pas orës 15 ose deri në orën 10 të mëngjesit. Në lidhje me këto këshilla, ose këshillat për mbrojtje nga të nxehtit, nuk e di sa jeni të informuar, ne kemi një revistë të cilën e kemi 3 mujore, 4 revista brenda vitit dalin, domthonë e pranverës, e verës, e vjeshtës dhe e dimrit. Këtë domthonë dje koincidoj që doli nga shtypi, nga botimi kjo reviste e fundit verore, ku në fund të revistës e kemi bërë disa këshilla për mbrojtje nga dielli, të cilat janë mund gjenden edhe në webfaqen tonë ose edhe në Facebookun e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare. Kjo revistë është revistë
të kryeqytetit, mirë po ka të dhëna dhe ka informacione që është një promovim edhe edukim shëndetësor për popullatën, jo vetëm të kryeqytetit, me që ju e dini se ne kemi edhe një numër të caktuar të pacientëve të cilët vinë jo vetëm të kryeqytetit, për shkak se janë të vendosur në kryeqytet për shkak të punës ose angazhimeve tjera. Mirë po, sa i përket pyetjes kejt në fund, në lidhje me përgatitjen tonë se sa jemi të përgatitur, ne realisht jemi në çdo kohë të përgatitur, por keni parasysh se jemi në fillim të hapjes një konkursi për mjek dhe infermier, domthonë për personel shëndetësor, që për shkak që subjektive dhe objektive është shtyrë për shkak të zgjedhjeve, janë shtyrë disa herë, tani shpresojmë që brenda disa muajve do t'i kemi numrin e caktuar dhe nuk do të kemi problem në lidhje me stafin, po të jeni të bindur se ne do të mundohemi si kryeqytet, si ÇKMF, si drejtori e shëndetësisë, që në çdo kohë, në secilën qendër të mjekësisë familjare, ju e dini se i kemi të distribuar në disa qendra në kryeqytet, do të thonë në vende të ndryshme të lagjeve të ndryshme, kemi të numër të mjaftueshëm të stafit dhe të personelit. Kjo nuk nënkupton se personeli nuk do të lodhet, me që sigurisht se gjatë bisedës që e kisha me ju thash se ne nëse na nevojitet ose nevojiten staf për shkak të rrethonave të caktuara, ne i thirrim edhe për pushimit, e punëtor shëndetësor kujdesen edhe do të kujdesen në çdo kohë për pacientë tonë, për qytetarët tonë, po edhe qytetarët tonë duhet të kujdesen, meqenëse një nga shkrimet këtu në revistë është si të kujdesemi për ata që kujdesen për ne. Do të thonë, edhe kjo është një çështje e promovimit dhe edukimit shëndetësor, që popullata jonë të jetë mirënjohëse për shërbimet që i merr, po edhe të jetë falënderuese ndaj shërbimeve që i merr, qoftë në nivelin infermieror ose në nivelin e mjekëve. Realisht qoftë se nuk rriten flukse, ne nuk e kemi ndonjë problem, kemi një distribuim shumë të mirë të mjekëve, kemi një marrëveshje gentlemane mes kolegëve që i zaventojnë nga qendra në qendër dhe deri më tani nuk kemi pas ndonjë problem, përfshi edhe në ndrimet e natës, me që e dini që Prishtina në 3 qendra punon në shërbim 24 orësh, deri në një moment të caktuar kur Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet pozimit administrativ është duke përgatitur, është duke përditësuar që mjekësia familjare të kalojë tani në sistemin e perëndimit, sistem një ndrymsh, do të thonë nga 7 deri në ora 15 ose nga 8 deri në ora 18. Gjitha shërbimet tjera nuk janë mjekësi familjare, do të thonë që kanë nevojë për urgjencë. Atëherë Prishtina, ne ju e dini, e kemi edhe qendrën e mjekësisë urgjente, e cila është pjesë e ndonë prej ÇKMF-s, po e kemi edhe urgjencën e qytetit. Në krejt botën perëndimore, po edhe aty ku koncepti i mjekësisë familjare është përqafuar mirë edhe funksionon mirë, mjekësia familjare funksionon si shërbim një ndrymësh, me orar 8 orësh, një ndrymësh. Edhe kjo besoj që edhe për këtë çështje duhet mirëkuptimi i qytetarëve, veç edhe për caktimi ose caktimi i termineve është plotësisht normale, asnjë mjek dhe infermier, rastet që nuk janë për caktim termine, nuk caktojnë, e kontrollojnë aty për aty. Po në rastet kur ato nuk janë urgjente, sigurisht se mund të presin edhe nesër ose mas nesër. Kemi për shembull dhënien e analizave të ndryshme, marrjen e strishove të ndryshme për teste e kështu me radhë, të cilat nuk janë urgjencë, ose edhe kontrollat ose menaxhimi i smundjeve kronike jo ngjitse, si janë diabeti, hipertensioni, astma, po edhe proceset malinje, të cilat mund të menaxhohen jashtëzakonisht mirë edhe me një termin caktuar, po jo ato që kanë nevojë trajtim aty për aty.